Mirëserdhë të dashur Krepi në Letra Trofej, jam Diana dhe do bëjmë leximin për javën që po vjen. Akrep, kjo javë duket sikur do të ketë 2 tema kryesore. Qartësimin e asaj që vlen vërtet për ju dhe ndërtimin e diçkaje më të qëndrueshme për të ardhmen. Në fillim të javës shoh një energji shumë interesante me letrën e parë. Ka diçka që po ju bën të shihni më larg se zakonisht. Ka diçka që apo mund të jetë një plan, një dëshirë ose një ide që deri tani ka qenë vetëm në mendjen tuaj. Por tani po fillon të duket më reale. Disa për ju të dashur Krepër mund të marrin një lajm, një informacion ose një mundësi që ju bën të mendoni. Ndoshta kjo mund të funksionojë. Por më njëherë pas kësaj vjen letra e dytë, e cila ju kërkon të përqendroheni tek ajo që është konkrete. Akrepi shpesh sheh shumë thellë, por këtë javë nuk fiton ai që dyshon më shumë, fiton ai që vepron më mençur apo me mençuri. Nëse keni një ide të dashur Akrepi, filloni ta ndërtoni. Nëse keni një plan, filloni ta organizoni. Nëse prisni momentin perfekt, mund të prisni goxha gjatë. Letra e 3, The Child, fëmia, tregon çfarë duhet shmangur. Këtu shoh një paralajmërim për reagimet emocionale që vijnë nga plagë të vjetra dhe jo nga situata aktuale. Mund të ndodhë që dikush të thot diçka dhe ju më njëherë do të mendoni, po e di unë ku e ka fjalën ky apo kjo, e di ku po ma hedh në atë kuptim. Ndërkohë ai personi mund të mos ketë pasur fare atë që mendoni ju. Mos lejoni që e kaluara të interpretoj çdo situatë të re. Mundësia që po ju hapet është unioni. Dhe kjo është një nga letrat më të forta të gjithë leximit tuaj të dashur. Kjo mund të sjellë afrim me një person, bashkëpunim, marrëveshje, forcim të një lidhje ekzistuese ose takim me dikë që mund të ketë rëndësi në vazhdim. Kjo nuk është javë izolimi, kjo është javë lidhjesh. Këshilla juaj vjen me letrën e 5 këtu dhe më pëlqen shumë për Akrepin, absolutisht. Kjo letër flet për qartësinë mendore dhe intuitën. Ju zakonisht keni radar shumë të fortë, Akrepi, për njerëzit dhe situatat, por këtë javë mos e përdorni vetëm për të gjetur problemet. Përdorni edhe për të gjetur mundësitë. Sepse ndonjëherë Akrepi është aq i Zotit të zbulojë rrezikun sa haron të shohë dhe të mirë që po i afrohen. Java mbyllet të dashur Akrepi me një energji shumë të bukur tjetër, stabiliteti dhe sigurie. Kjo më tregon se deri në fund të javës mund të ndjeni më të qetë për një çështje që ju ka mbajtur në tension. Mund të jetë punë, mund të jetë para, mund të jetë marrëdhënie. Por ndjenja që shoh është mirë, tani e di ku po qëndroj. Dhe për një Akrep vlen kjo shumë. Kjo është një javë ku duhet të lini pas të dashur dyshimet e panevojshme të fokusoheni tek ajo që po ndërtoni. Një lidhje, një bashkëpunim ose një mundësi e rëndësishme mund të shfaqet. Mos e sabotoni me frikë ose me skenare që ekzistojnë vetëm në mendjen tuaj. Vetëm në mendjen tuaj. Nëse marrim pak me humor të dashur Akrepër, të hënën thot Akrepi, kam një parandjenjë. Të martën kam dhe prova, të mërkurën kam bërë hetim privat, apo rezulton se personi thjesht kishte lënë telefonin në makinë, që nuk kishte të bënte fare me ato mendimet që ju
kishin kapluar të gjithë. Këshilla javës që mund t'ju jap të dashur akrepër, mos kërko mister aty ku nuk ka. Disa njerëz janë thjesht të zënë, jo të dyshimt.